Pureja me patate mungon të si recet në faqen teme e sot po ju la versionin tem që kur ta provoni nuk do i dahni ma. Një pure super kremoze e me shijet fantastike. Atëherë fillojmë përgatitjen, fillimisht i zim patatet derisa të jenë gati. Masanej i largojmë prej ujit, i qërojmë dhe i shtypim mirë me piru. Nëse doni një pure kremoze, e kaloni në sit kështu si kërron. Tash në kina hell në tigan, aty shtojmë qumshtin e nxehtë pak e duke e përzi derisa të bëhet kremoze ashtu si e dëshirojmë. Masanej i hellim gjalpin e përzim duke hell gjalpin pak derisa të shkrihet. Në fund e largojmë prej zjarrit, hellim djathtin e grim, arr moskat, piper të zi e majdanos si mas dëshirës. Dhe e kena gati me shiju me qatë ju pëlqej. Unë sot e shoqënova me bri në furrë dhe qatë të hash. Faleminderit!